Pas përmbytjeve që përfshin territorin e saj, Bashtia Malësi e Madhe ka ndërhyrë për zhbllokimin e turbinave që kishin shkaktuar bllokime dhe vështirësi në qarkullim. Strukturat e emergjencave janë angazhuar në disa zona, ku përmbytjet kanë sjellë probleme në rrugë dhe lëvizjen e mjeteve. Administratori i njësisë Kastrat, Santilian Curri, bëri të ditur se hapja e kolektorëve ishte një ndërhyrje emergjente për të shmangur përkeqësimin e situatës. Për zhbllokimin e disa turbinave që kanë bërë problem në qytetin e Koplikut, po bën ndërhyrje për momentin, që mos ketë më përmbytje kjo zona e hyrjes Koplikut, se ka kanë shumë problematike për sa i përket gjendjes të rrugës. Shpresojmë që mos kenë avareshe të tjera, domethënë më mbrapa, po gjithsesi janë marrë masat e duhura energjente për me zhbllokuar disa probleme që ka domethënë në rrugën e Koplikut. Po punojmë në zhbllokimin e kolektorëve, të cilët janë bllokuar ndër vite. Dhe momentalisht po punohet për zhbllokimin e kolektorit në rrugën e Iranit, e cila si shihet është e bllokuar totalisht. Fal Bashkisë Malësi e Madhe, me ndihmën e emergjencës civile, bëjmë pamundën që kena krejtë në rregull. Ndërkohë, situata këtë të mërkur paraqitet më e qetë në territorin e Bashkisë Malësi e Madhe. Në fshatin Kamic, përroj i fat është tërhequr nga rruga, duke rikthyer normalitetin në qarkullim.